Zoti është një Zot i dashurisë madhështore, i cili synon të na drejtojë ne për çdo ditë. Jo thjesht të na i bëjë të gjitha gjërat të lehta, por me çdo gjë që bën, me çdo gjë që bën në jetën tonë, ai ka një qëllim themelor. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën Prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e Tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni Besimi i lëkundur. Po një nga asetet më të rëndësishme që keni në jetën tuaj është besimi. Ai ndikon në gjithçka që ju bëni? Planifikoni që të zgjoni nesër në mëngjes apo jo? Ju mund të keni disa plane për të shkuar në punë? Ne jetojmë me anë të besimit, ne bëjmë plane. Besimi disa njerëzve është i fortë, besimi disa të tjerëve nuk është aq i fortë. Por shumë njerëz kanë besim të lëkundur. Ata nuk kanë një besim të qëndrueshëm, themelor dhe të fortë. Por unë duaj që të flasim për çështjen sepse ne lëkundemi në besimin tonë. Nëse e mbani mend për atë që kemi folur në të kaluarën për disa muaj. Kemi folur për librin e Eksodit dhe kemi parë se si Zoti i çliroi izraelitët nga skllavëria në Egjipt. Në mënyrë të mrekullueshme Zoti i nxori jashtë ata. U dha atyre atë që egjiptasit zotëronin. I kaloi përmes shkretëtirës, i kaloi përmes detit të kuq, e hapi atë, e hapi detin, ujërat nga të dy anët ata ecën përmes tij, asnjë person nuk u la nga asnjë pikë uji, gjatë gjithë rrugës dhe përmes shkretëtirës deri në kalimin e kufive për në tokën e premtuar, ata thanë, më mirë të kthehemi në Egjipt. A imagjinoni dot këtë? Na kthehen në Egjipt, në skllavëri, në hixhje, në sëmundje, të gjitha gjërat me të cilat ata duhet merreshin. Por pikërisht, përpara tokës së premtuar, ata thanë, nuk mund ta bëjmë këtë. Kjo është tabloja jon, kjo është ajo për të cilën do të flasim, por dua që ta hapni Bibla tek Jakobi kapitulli 1. Në vargun 6 thuhet: por le të kërkojmë në besim, pa asnjë dyshim, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. Dëgjoni këtë. Dhe ai burr ose grua, njeri të mos pande se do të marrë diçka nga Perëndia. Dëgjoni, kjo është një deklaratë e fuqishme. Dëgjojeni mirë. Dhe ai burr ose grua, njeri të mos pande se do të marrë diçka nga Zoti. Pra ajo për të cilën dua të flas në këtë mesazh është besimi i lëkundur. Të gjithë ne kemi përjetuar besim të lëkundur në një mënyrë ose në një tjetër. Dhe kështu, kjo është shkatërruese për arritjen dhe fitoren e vërtet në jetë. Perëndia do që ne të kemi besim të fortë. Tani më dëgjoni. Besimi është i ndërtuar mbi një marrëdhënie personale me Zotin e plotfuqishëm. Jo një besim i ndërtuar mbi ndjenja, jo një besim i ndërtuar te opinioni, jo një besim i ndërtuar te dikush, te ajo që dikush mendon se duhet të bëni, por besim i ndërtuar te Zoti. Ajo që Perëndia do të bëjë në jetën tuaj lidhet me besimin që keni. Jo duke kaluar kohën me mendime për atë që nuk mund të bëj, atë që nuk mund të kem, por duke kaluar kohën tonë, duke menduar për atë që Zoti ka siguruar për ne, atë që ai ka premtuar dhe atë që ai do të lejojë të ndodhë. Pra, le të mendojmë për disa nga shfaqjet e besimit të lëkundur. Kur besimi te Perëndia bie në konflikt me arsye njerëzore, çfarë ndodh? Nëse ne ndjekim arsye njerëzore në vend që t'i besojmë Zotit, nuk do të marrim shumë nga jeta. Kur ju e pranuat Krishtin si shpëtimtar, ja çfarë bët ju? Ju thatë, unë do të besoj që tani që e kam pranuar Jezusin si shpëtimtar, kur unë të vdes do të shkoj në parajs dhe asgjë nuk do të më mbajë jashtë. Sepse ai premtoi që do të lëm këtë trup dhe do të banoj me Zotin. Pra, ju e pranuat atë si shpëtimtar. Tani, zbatimi në jetë është gjithçka në lidhje me besimin. Dhe kështu, arsyeja juaj njerëzore dhe besimi juaj do të jenë në konflikt shumë herë, veçanërisht nëse dëgjoni njerëz të tjerë. Sepse shumë njerëz kanë një opinion për ju nëse thjesht i pyesni ata. Pse duhet i dëgjojmë njerëzit kur na thonë çfarë të bëjmë,
se si duhet ta jetojmë jetën tonë, në vend që të dëgjojmë Zotin që na krijoi mua dhe ju si një individ unik. Pra, një nga arsyet pse lëkundemi në besimin tonë është arsyeja njerëzore. Kur i lejojmë ndjenjat tona të mbysin besimin tonë. Kjo është pika ku jeton shumica e njerëzve. Po unë nuk e ndjej këtë. Po e kam menduar, jam lutur për atë, por thjesht nuk e ndjej që kjo është ajo që Perëndia do nga unë. Dhe ne i lejojmë ndjenjat tona që janë si dallgët e detit, që shkojnë e kthehen, dhe njerëzit jetojnë kështu. Askund në Bibël nuk nënkuptohet ndonjëherë se duhet jetojmë me anë të ndjenjave. Ne do të kemi ndjenja, por çështja është kjo: a jetoni me anë të ndjenjave që gjithnjë ndryshojnë dhe ndikojnë nga gjithçka, apo do të jetoni me anë të besimit në fjalën e Zotit që nuk ndryshon? Gjithçka tjetër ndryshon. Fjala e Perëndis nuk ndryshon. Nuk mund të ndiqni ndjenjat tuaja, ose ju do të ndiqni ndjenjat ose besimin. Asnjë fjalë në shkrime nuk thotë se ndjekja e ndjenjave është e drejtë. Ne jetojmë duke besuar se Zoti është për ne ai që thotë se është. Dhe patjetër, kur dështojmë ta shohim Zotin në veprim në rrethanat tona dhe mendoj se kjo është ajo që i ndodh shumë njerëzve. Ndodhin gjëra që njerëzit nuk i presin ose nuk i planifikojnë dhe shohin dorën e Zotit në to. Ju thoni, po çfarë do të thuash që nuk e shohim dorën e Zotit? Shumica jon, më dëgjoni me kujdes, e shohim Perëndin në rrethanat tona kur ne jemi mirë. Kur unë marr atë që dua, shkoj atje ku dua, kam atë që kam, ngas, vesh dhe jetoj ku dua, atëherë unë e shoh Perëndin. Por le ta zëm se gjërat shkatrohen. Dhe ju nuk i keni më ato gjëra. Ku është Perëndia? Mos ndoshta ai është dukur, a ka ndryshuar ai? Ky Perëndi që tha, unë nuk do të lë, nuk do të braktis, a ka ndryshuar? Jo, nuk ka ndryshuar. Dhe kështu, ne i besojmë atij edhe në kohën kur nuk e kuptojmë se çfarë po bën ai. Por ai është gjithnjë duke punuar me rrethanat tona për të përmbushur vullnetin e tij dhe për të mirën tonë. Zoti është një Zot i dashurisë madhështore, i cili synon të na drejtojë ne për çdo ditë. Jo thjesht të na i bëjë të gjitha gjërat të lehta, por me çdo gjë që bën, me çdo gjë që bën në jetën tonë, ai ka një qëllim themelor. A mendoni se Zoti po punon gjithnjë për të mirën tuaj? Po, ai po punon. Ai mund të mos duket ashtu, mund të mos ta ndjejmë ashtu atë, dhe ne nuk mund të shohim ndonjë provë për këtë. Ai është gjithnjë duke punuar për të mirën tuaj, sepse për t'ju çuar diku, ai e di që, dëgjoni mirë, ai di t'ju pekojë në atë pikë. Ai nuk mund të bëjë një vit të drejtë, sepse do t'ju shkatronte në pikën ku ndodheni. Pra çfarë bën ai? Ai na udhëheq në mjaft të dhimbje, në mjaft vështirësi, në mjaft sfida, që kur të mbërrim aty ku duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit, sa të dëshirojmë të bindemi atij. Të duam të bindemi atij. Më pas sigurisht, ne dëgjojmë këshillat negative. Duhet bëni kujdes se kë dëgjoni. Dikush thotë, po, unë kam folur me miqtë e mi për atë që jam lutur Zotit dhe askush prej tyre nuk mendon se duhet ta bëj këtë. Dëgjoni, mos i dëgjoni miqtë tuaj. Ju thoni, po ti po më thua që të mos i dëgjoj miqtë e mi? Jo, por po them këtë. Kur bëhet fjalë për vendime që ju duhet merrni për jetën tuaj, vendimet tuaja nuk janë vendimet e miqve. Vendimet tuaja janë midis jush dhe Perëndis. Nuk do thotë se nuk duhet të kërkojmë një këshill të perëndishme, por këshillat e perëndishme, dëgjoni mirë, duhet të jenë në përputhje me fjalën e Zotit, me frymën e tij dhe me drejtimin e Zotit për jetën tuaj. Pra, po flasim për gjërat që na bëjnë të lëkundemi në besimin tonë. Një arsye tjetër është kjo: kur ne fokusohemi te rrethanat tona dhe jo te Perëndia. Dhe kjo është gjithë një grack për ne. Po ja se si janë rrethanat e mia. Jo ja se si janë rrethanat e mia në dritën e këtij Perëndie madhështor dhe sovran, të cilit i shërbej, që më do pa kushte. Nuk janë veç rrethanat e mia. Këto janë rrethanat për të cilat Perëndia është tejet i vetëdijshëm. Ai e di saktësisht pse jam në pikën ku jam. Ai e di saktësisht se çfarë duhet të bëj. Ai e di që nuk ka kuptim për ne, por ja që ky është vullneti i Zotit. Këto janë gjërat që na pengojnë. Këto janë gjërat për të cilat fillojmë të lutemi dhe ta pyesim Zotin çfarë të bëj. Më pas më dëgjoni me kujdes. Shumë herë kur ne bëjmë këtë dhe flasim me miq tan, shohim rrethanat në jetën tonë, dalim në përfundime
për rrethanat tona, për ato që dëgjojmë dhe ato që ndjejmë normalisht. E po ky s'mund të jetë vullneti i Zotit, ndërkohë që mund të jetë saktësisht ajo që Zoti kërkon që të bëni. Dëgjoni, si ndodh rritja jonë në besim? Duke u sfiduar nga gjërat që s'janë normale, duke u sfiduar nga gjërat që nuk duken të arsyeshme, gjërat që duken të vështira. Pse do të më kërkonte Zoti të bëja këtë gjë? Ndonjëherë ajo që ai bën është që na shtyn të rritemi në besimin tonë. Dhe kështu, ai është një Zot që kujdeset gjithmonë për të mirën tonë. Kur ne fokusohemi tek rrethanat tona jo tek Zoti, diçka fillon të ndodh në jetën tonë. Dhe kështu, kur jemi të paditur ndaj rrugëve të Zotit, arsyeja tjetër, të paditur ndaj rrugëve të Zotit, nëse jam i paditur ndaj mënyrës se si punon Zoti, atëherë unë do të zhgënjehem. Dikush mund të thotë, po si e mësojmë ne se si punon Zoti? Nga fjala e Zotit. Dhe në mendje kam gjithë njerëzit që rriten në jetën e tyre dhe kanë një Bibël, por asnjëherë nuk e lexojnë. Ose nëse lexojnë, shumicën e kohës lexojnë pasazhet e preferuara. Por Perëndia dëshiron që ne të rritemi. Dhe si rritemi ne? Ne rritemi përmes besimit tonë, me sigurinë tek ai, me besimin tek ai, që edhe në kohët më të vështira në jetën tonë dhe në lot, ne duhet të besojmë se Perëndia po bën diçka të mirë. Dëgjoni, duke qenë se është një Perëndi i mirë, ai na do edhe në kohë të vështira kur ai duhet të na qortojnë dhe ai ende na do. Ai di nevojat tona. Ne mendojmë se e dim çfarë kemi nevojë. Kemi nevojë të jetojmë në një shtëpi të madhe, të ngasim makina të mëdha, të veshim rroba të shtrenjta, të kemi gjithfarë bijuterish, mund të përmendim çdo lloj gjëje dhe dini çfarë? Zoti nuk na i premton këto. Ai premton diçka më të mirë. Një marrëdhënie personale me të. Kjo është dhurata më e mirë që Zoti mund të japë dhe që ai jep. Dhe më pas mendoj se ndjenjat e fajit mbi mëkatet e të kaluarës i përndjekin njerëzit. Dhe ka shumë njerëz që janë shpëtuar, që e dinë se janë shpëtuar dhe prap nuk rriten, por ja arsye pse nuk rriten. Ata besojnë se Zoti ka shpëtuar, por ata nuk besojnë aq shumë sa Perëndia t'ua ketë falur atyre gjërat në të kaluarën, për të cilave atyre u vjen turbo, ose mbase janë gjëra për të cilat atyre u vjen keq që u kanë ndodhur. Dhe ata nuk e besojnë që Perëndia i ka falur me të vërtetë ata. Nuk e di se si mund të më falë Zoti për këto gjëra. E po, e di që jam i shpëtuar, e di që e kam pranuar Jezusin si shpëtimtar, por më pas, ja çfarë ka ndodhur në jetën time. Unë nuk mendoj se Zoti mund të më ketë falur për këtë. Çfarë është ajo që ai nuk mund t'ju falë? Ky është ai, një Perëndi që fal. Dëgjoni, një gjë që ai nuk bën është që të kthehet dhe të thotë jo, kur ai fal, në mendjen e tij hyjnore ai fal. Ai nuk e përdor kundër jush atë të cilën ka falur tek ju. Tani, vetë rrethana që ju shtyu të mëkatonit ka fryte. Dhe ndonjëherë ato rrethana janë të vështira. Dhe kështu, ne korrim atë që mbjellim më shumë nga sa mbjellim, vonë pas mbjellim. Kjo s'do thotë se Zoti është kundër nesh, por nga vetë natyra e disa gjërave, ne korrim atë që mbjellim më shumë nga sa mbjellim, vonë pas mbjellim, dhe Bibla nuk thotë se Perëndia nuk na fal, jo. Dëgjoni këtu, edhe kur ne kemi bërë gabime, edhe kur kemi mëkatuar kundër Zotit, ai na ka falur ne. Tani më dëgjoni. Edhe kur vuani frytet e gabimeve të mëdha. Perëndia i shenjtë është aty për t'ju ndihmuar, për t'ju nxitur ju dhe për t'ju kujtuar ju që frytet dhe pasojat e asaj që keni bërë janë ende të pranishme dhe ju e ndjeni këtë, por ai ju ka falur ju. Ai ju ka falur pavarësisht çdo gjë. Në këtë pikë gjenden shumë të krishterë. Ata arrin në një pikë në përkushtimin e tyre ndaj Zotit dhe më pas thonë, por dikur në jetën time ndodhi kjo gjë dhe nuk e di se si Zoti mund të më falë, po ju a them unë. Po ju a them se si ai mund t'ju falë për çdo gjë. Nuk thash që nuk do të ketë pasoja, por mund të them se ai mund t'ju falë për çdo gjë. Shikoni kryqin e Krishtit. Kur ai dërgoi Jezusin të vdiste në kryq dhe derdhi gjakun e tij, kjo ndodhi për mëkatin tim dhe për mëkatin tuaj. Si do të na falë ai ne? Duke kërkuar atij të na falë, jo në bazë të faktit se do të jemi të përsosur, por në bazë të faktit që Jezusi vdiq për ne. Dhe kur ne ja dorëzojmë atij jetën tonë, kur ne rrafojmë besimin tonë tek ai, atëherë ai e fal mëkatin tonë. Dhe mendoj për gjithë njerëzit që humbasin gjërat më të mira në jetë, sepse ata nuk besojnë se Perëndia mund t'i falë ata për gjërat të caktuara.
Pra, faji për mëkatet e së shkuarës, dhe më pas kemi dëgjimin e gënjeshtrave të djallit. Satani vazhdon të flasë. Unë kam takuar njerëz të mrekullueshëm që nuk do të jenë kurrë të lumtur në jetën e tyre, sepse ata nuk mund të mbyllin veshët e tyre ndaj akuzave të djallit. Dëgjoni me vëmendje. Ju nuk mund të përmendni as edhe një mëkat në jetën tuaj sot që Perëndia nuk do t'ju falë. Tani, nëse keni idenë që do të mëkatoni dhe do ta shijoni jetën sepse Bibla thot po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai do të na i falë dhe do të na pastrojë nga çdo paudhësi, atëre po e fusni veten në grackë. Ju po të ndoni Perëndin. Perëndia do t'ju falë për çdo mëkat në të kaluarën, sepse ai është Zoti i dashurisë, i mirësisë dhe i mëshirës dhe ai pagoi çmimin për mëkatet tuaja. Ai do që ju t'i besoni atij. Dhe nëse i besojmë atij, do të rritemi në jetën tonë të krishterë dhe nëse nuk i besojmë, nuk do të rritemi. Pra, mendoni pak për të gjithë ne. Tek dëgjojmë gënjeshtrat e Satanit që na thotë se nuk jemi të falur. Ju jeni të falur. Tani, si e korrigjojmë besimin e lëkundur? Dhe të gjithë jemi gjendur atje në një pikë ose në një tjetër. Si e korrigjojmë këtë në jetën tonë? Bëjni vetes këtë pyetje. Nga vijnë këto dyshime? Ato vijnë nga djalli. Satani do që ju të keni dyshime për shpëtimin tuaj, ai do që ju të keni dyshime për faljen tuaj, dhe ai do të vazhdoj. Ai është burimi i dyshimeve tona. Perëndia është një Perëndi që na don, dhe kur ne kemi dyshime për të, vendi më i mirë ku të shkojmë është pa dyshim fjala e Zotit që thotë: Zot, çfarë thua ti për këtë gjë? Pra, bëjini vetes këtë pyetje. Nga po më vijnë këto dyshime? Më pas bëjini vetes këtë pyetje. A nuk premtoi Zoti të plotësojë të gjitha nevojat tona? Po ai ka premtuar. Ai ka premtuar të plotësojë çdo nevojë që ne kemi. Çfarë i keni kërkuar Zotit që ai nuk e ka bërë, që është në vullnetin, qëllimin dhe planin e tij për jetën tuaj? Ai nuk na braktis kurrë. Pra, le të mendojmë për këtë. A nuk na ka dhënë ai frymën e shenjtë për të na nxitur të bëjmë çfarëdo që ai kërkon në jetën tonë? Ka premtuar. Dhe kështu, çfarëdo që ai na kërkon ne, kur ne pranuam Krishtin si shpëtimtar, te ne erdhi të banoj fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë është atje për të na nxitur ne të përmbushim çdo gjë dhe gjithçka që Zoti na ka kërkuar ne. Pra, ai nuk ka thënë, kjo është ajo që dua të bësh dhe do ta bësh. Ai është gjithnjë atje. Zoti është partneri ynë në jetë. Ai është udhëzuesi ynë për të na ndihmuar të bëjmë dhe përmbushim gjithçka që ai na ka kërkuar. Ai s'do na çorientojë asnjëherë, nuk do të na konfuzojë në asnjë mënyrë, në asnjë kusht. Ai ka gjithnjë interesi më të mirë për ne. Tani, pyetja është, a jeni të gatshëm të dëgjoni me një zemër të hapur? A jeni të gatshëm të dëgjoni? A jeni të gatshëm të dëgjoni në dritën e asaj që dini nga fjala e Zotit? Në Bibël përmenden shumë mëkate, dhe Bibla na thotë të mos jemi pjesëtar të shumë gjërave në jetë. Nuk do të shkelësh kurorë, nuk do të vjedhësh, nuk do të vrasësh, nuk do të japësh dëshmi të rreme. Dhe lista vazhdon, dhe njerëzit i dinë dhe mund t'i citojnë. Por ja si mendojnë ata. Unë bëj përjashtim. Unë jam njeri i mirë. Unë nuk jam njeri i keq, nuk kam vrarë kurrë dikë. Kam dëgjuar gjithçka të mundshme, pse një njeri mund të mëkatojë kundër Zotit dhe të jetë në rregull. Kjo nuk është në rregull. Më dëgjoni këtu. Pavarësisht kush jeni, çfarë jeni, prej sa kohësh e njihni Zotin, ju s'mund të ndryshoni. Ju nuk mund të ndryshoni një parim të fjalës së Zotit, një prej të cilëve thotë, të jeni të sigurt që mëkati do t'ju gjejë. Së dyti, ne korrim atë që mbjellim. Si vazhdon kjo? Më shumë se sa mbjellim, vonë pasi mbjellim. Nuk mund ta ndryshoni këtë. Kështu ajo që thjesht duhet të bëni është të mendoni për këtë. Për të jetuar jetë me besim, ju duhet të dini se çfarë thotë fjala e Zotit. Perëndia do më të mirën për ne. Dhe më e mira për ne kërkon diçka nga ne. Dhe mendoj, a nuk premtoi Zoti që të ishte gjithmonë me ne? Po, ai premtoi. A ka diçka tepër të vështirë për Zotin? Jo. Dhe kur duhet të merrni një vendim në jetë, vendim të rëndësishëm, më dëgjoni me kujdes. Ju nuk mund të pyesni dikë tjetër në jetë për procesin tuaj të vendimarrjes nëse është një vendim i rëndësishëm. Disa njerëz mendojnë se gjërat e mëdha në sytë e Zotit janë gjëra të vogla për ne.
Disa gjëra që ne mendojmë të mëdha për Zotin nuk janë ashtu. Ajo që Zoti do është zemra që dëgjojnë dhe frymë që binden. Dhe ju merrni më të mirën që Zoti i plotfuqishëm ka për të ofruar. A do të thotë se nuk ka dhimbje? Jo. A do të thotë se nuk do të ketë kurrë nevoja? Jo. Zoti e di se çfarë duhet për të na bërë dhe për të na formuar ne që të bëhemi personi që ai na ka krijuar. Ai do ta bëjë. Nëse keni jetuar gjysmën e jetës dhe thoni e po unë kam shkatruar gjërat, filloni tani. Perëndia do t'ju marr aty ku jeni. Do t'ju falë mëkatin, pavarësisht të kaluarës. Ai do t'ju nxjisë që ta mposhni atë. Por shumë njerëz nuk e dëgjojnë Zotin. Ata thjesht bëjnë atë që duan të bëjnë. A është kjo një nga ato rrugët me dy kthesa ku mosbesimi im mund të më bëjë të pendohem për gjithë jetën? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Nëse përballeni me dyshime, bëjeni vetes këto pyetje. A është kjo një nga ato rrugët me dy kthesa ku mosbesimi im mund të më bëjë të pendohem për gjithë jetën? Unë njoh shumë njerëz që po jetojnë të gjithë jetën të penduar për shkak të vendimeve që kanë marrë dhe vendimeve që nuk mund të marrin. Perëndia do që të ndjekim vullnetin e tij, sepse kjo është mënyra më e mirë. Ai është i gatshëm të i përgjigjet lutjes sonë. Ai është i gatshëm të na japë një drejtim, ai është i gatshëm të na i falë mëkatet tona, ai është i gatshëm të na ndihmojë në çdo mënyrë nëse jemi të gatshëm ta dëgjojmë atë. Por duhet i bëni vetes pyetjen, në jetën e përditshme. Në jetën e përditshme a e keni zakon? Dhe a do t'ju përshkruani njerëzit që ju njohin si një person që kërkon t'i bindet Perëndisë në jetën e vet? Që jeton jetën e krishterë? Që e ka pranuar Jezus Krishti si shpëtimtar? A jeni ju ky lloj personi? A ju njohin ata si ky lloj personi? Marrëdhënia jonë me të është kur e dëgjojmë atë dhe bindemi atij. Pra kur mendoj për këto, mendoj se mbase një nga gjërat më të thjeshta që mund t'ju them është edhe një nga gjërat më të rëndësishme. Pra do ta them në këtë mënyrë. Kam jetuar mjaftueshëm sa ta mësoj këtë. Gjëja më e rëndësishme në jetën e besimtarit është koha që ai kalon duke medituar për fjalën e Zotit dhe duke folur me të. Nuk ka asnjë përjashtim. Kjo është koha më e rëndësishme që kalojmë në jetën tonë. Kur lexoni fjalën e Zotit ju thoni nuk e kuptoj. Në fakt ka gjëra në Bibël që as unë nuk i kuptoj plotësisht. Gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj, ndjesia më e sigurt e drejtimit në jetën tuaj, nëse e lexoni fjalën e Zotit dhe e dëgjoni Zotin, ai do t'ju drejtojë juve në çdo kohë. Dhe unë do të them thjesht këtë. Unë kam disa pasazhe të preferuara. Në fakt, dua të dëgjoni këtë dhe më pas do t'ju them se nga i gjeta. Kur unë përpiqem të marr një vendim, ose kur përballem me situata ose rrethana ja ku drejtohem, ti je shërbëtori im. Të kam zgjedhur ty dhe nuk të kam hedhur poshtë. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Mos e hum, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime. Ja tërë ata që janë zemëruar kundër teje do të turpërohen dhe do të shushaten. Ata që luftojnë kundër teje do të katandisen në hiç dhe do të zhduken. Ti do t'i kërkosh, por nuk do t'i gjesh me ata që të kundërshtonin. Ata që të bënin luftë do të jenë si hiç, si një gjë që nuk ekziston më. Sepse unë Zoti Perëndia yt të zë nga dora e djathtë dhe të them ty, mos u frikso, unë të ndihmoj. Isaia 41, fillon në vargun 9. Duhet ta mbani shënim këtë Isaia. Të gjitha gjërat që ai mbulon në këtë pasazh, ka pasur raste kur janë përballur me kohët më të vështira në jetë, gjëra që normalisht do ta shkatërronin një njeri. Ktu janë mbajtur. Pikërisht tek Isaia 41. Kam edhe pasazhe të tjera. Është fjala e Zotit. Është fjala e Zotit që na mban në shina, ndërkohë që gjithçka tjetër mund të jetë e gabuar në jetën tonë. Por ja ku thuhet: unë do të ndihmoj ty, unë do të forcoj ty, unë do të mbaj ty. Premtimet e Perëndisë për ne.
Pra ndërsa mendoni për besimin tuaj, kujtoni këtë gjë, ka lidhje me fjalën e Perëndis. Besimi juaj do të rritet në forcë dhe fuqi kur të kaloni kohë me fjalën e Zotit. Ju mund të jeni këtu sot dhe të mos e njihni Jezusin si shpëtimtarin tuaj. Atëherë, cili është hapi tjetër? Hapi parë është i kërkoni Zotit Jezus Krisht ju fal mëkatet tuaja. Jo sepse do të jeni më të mirë, jo sepse e meritoni, por sepse ai tha se po t'i rrëfeni mëkatet tuaja. Ai është besnik dhe i drejtë ju fal mëkatet tuaja dhe t'ju pastroj ju nga çdo paudhësi. Do me thënë, kur Jezus Krishti shkoi në kryq, ai vdiq dhe pagoi borxhin e mëkatit për mua dhe ju. Kur ne i kërkojmë atij të na falë, ai e bën. Dhe më pas ai do të na udhëheqë, do të na drejtojë dhe ndihmojë që ta kuptojmë fjalën e Zotit. Do ta ndryshojë të gjithë jetën tonë. Besoj se ju do ta bëni këtë. Kushdo që jeni, kudo që jeni, Perëndia është i gatshëm ta ndryshojë jetën tuaj nëse e lejoni atë. Amen. O Atë, ne të falenderojmë për fjalën tënde të mrekullueshme. Ne lutemi që fryma e shenjtë do t'i rrënjos këto të vërteta në zemrën e çdo personi. Dhe do të na jap të gjithë guximin që na duhet, Zot, për të qenë të bindur ndaj Teje kur gjërat të mos duken shumë qartë. Por kur Ti thua të shkojmë, na jep ne urtësi dhe guxim që të shkojmë, të bëjmë çfarëdo që Ti do që të bëjmë në jetë. Ne të duam dhe të adhurojmë dhe të bekojmë Ty për çdo bekim që vjen në rrugën tonë, por mbi të gjitha, o Zot, për praninë Tënde dhe fuqinë Tënde që banojnë në ne, në emrin e Jezusit. Amen.